Qa me thonë tashën? Unë për fund dëshiroj t'ju falenderoj juve që keni gjetë kohë që po na intervistoni, edhe përshëndes Ziko TV, përshëndes gjithë musafirët jo, po adhurus tonë nga Gjilani, edhe nga gjithë Kosova, edhe mos harroj me përshëndet familjen, edhe që vllaznin Zvicër. që një pare se s'po ka. Jo, do më thonë i falenderoj familjen për përkrajen edhe për mbështetjen që na dhojnë, edhe për durimin që kanë ndaj neve, për shkak se na çdo herë mas mbrëmje shkojmë shumë më orë të vona në shtëpi edhe gjithmonë i shqetësojmë edhe ja u prishëm gjumin. Unë bëma këtë mish e kuros me këta pantolla, jo këto këpuca, jo kështu jo ashtu. Jemi pak njerëz kompleks, kemi shef stres derisa të vjen në shtëpi. Kemi shef mu dok sa më mirë mbrëmje edhe Lomës. Kështu që unë i falenderoj familjen, motrën, vllahun, babën, nanën, edhe i falenderoj gjithë shoqërinë, të cilët na kanë përkrahur, na kanë ndihmu për me ecna deri sot ku jemi këtu. Edhe falenderoj Allahun i cili na jep më shumë të shnetën, edhe na jep vullnetin e mirë, me punu drejt, edhe mos më hin ha kërkujt. Kështu që faleminderit. Amin. Muhammed, a ke më shtë Dashta me përshëndet të gjithë ata adhurus që na përcjellën, që vinë për neve, na kena shumë respekt për ta. Sidomos juve faleminderit për ftesë. Ziko TV. Edhe ora 1 milion. Ora 1 milion dhe të gjithë që ata që na dojnë, na jo mirë presëm në kafeq. Faleminderit. Në kafeq. Presim edhe në mbrëmje. Mbrëmje, pa në kafeq kur jena më të lirë, kena kohë me nejtë më ta, kena kohë me bisedu, se në mbrëmje ki streset veta, jo muzika, jo kabla, jo mikrofona. Do më thanë, pa keq koptis. Nërmenja që edhe ju kuptojnë. Do të me na kuptu për shkak se profesioni është jati. Shto është puna. Qa si soj? Okej, unë mbyll intervistën, edhe pse ma vonë tash e kemi një instrumental nga Babu Darabuka që të live pak për Ziko TV-n. Ishtë na ti pare the fakturën. Tash në Parazomi. fakturën e jetë. Parazomi. Shesh mas ne villën. A mëne më bëm mas nese, se nesër... Tash. Bojmë. Okej, hajde. Ti përshëndesum shumë. Edhe i ftojmë që në mbrëmje tona, kur kemi jo vetëm Gilan, po edhe në qytete tjera, t'jenë prezent edhe të kënaqen me muzikën që bëjmë. Faleminderit shumë. Wallahi, najse, në fillim, kur ja kena nisë shumë mbrëmje, ka nisë, do më thamë, me ndryshu lëkura, ka njerë në kërsasë në gishta, se dikush mënon që Darabuk pa lidhe, a faktikisht wallahi ka njerë në dhau me ngishta, na kënaqen. Seriozisht, Alban, a e keni problem me dur, me thonë a herë, ose a ju ka ndodhë me vrok gishtin qatë shumë sa mës me mujtë me bo muzikë me një mbrëmje? Jo, në atë mos nuk në ka ndodhë, po... Nuk ka ndodhë dhe kom të dorën, në bazen verës, dhe kom bu muzikë një mujdet me një dorë në gips, do më thonë njëna në gips, rike se gjopën qëto, tjetra bëjke muzikë. Përgjithsi nuk ka pas asë i lëndime, për shkak se Darabuku e ka lëkurën rrafsh, që nuk ke mundësi për mi vra dorën shumë. Për shembull me Tupan, kur u vi Tupanit, e ka ma shumë mundësi me vra dorën për shkak se e me shtag, edhe tu mundu mos mi ai dikujt shtag, atë e vron veten, kështu që
Po mirë, përgjithësi mirë, pa Shtirë në punësi, kosh krizë, lehtë. korrupsion, çka kemi të folë. Okej, prope mbylli intervistën sa si na bohon. Nisem edhe për fillimet, mami. Ja nisim më për fillimit. Alban, faleminderit shumë që ketë musafir në emision temin. Për faktur mirë mi vesh tani. Faleminderit shumë ishte nder edhe Mos kënaqësi. harroni anive, faturë. Korrupsioni. Faleminderit shumë. Vadjava e kisti bëj letrat. Oh, we. Minus. Nale kamerën. Faleminderit shumë edhe për ftesë, ishte kënaqësi edhe nder që jemi musafir në një emision të Ziko TV. You are the best. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë. Sa ka edhe njëherë, s'kom nevojë më folë edhe njëherë, se ta nevona veç bajat, veç faleminderit shumë. Shimi. Okej, unë e dona për mbylli këtë intervistën me babu Dara Bukat, mos harroj me cekë që gjendemi në Centrum Cafe, në Gjilan, edhe produktin tim e sot është për kujdes butiku World Fashion për ball postës kryesore në Gjilan. Shihemi deri javën tjetër.